Atëre përshëndetje, fillojmë mbledhjen e nëntorit 2025, mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Fillojmë me rendin e ditës. Pika 1 e rendit ditës, miratimi i rendit ditës së mbledhjes. Jeni dakord me rendin e ditës? Pro, abstenim, kundra jo. Miratori. Pika e 2 e rendit ditës. Për miratimin e proces verbalit të mbledhjeve të kaluara datë 31/10/2025. Me proces verbal jemi dakord? Pro, abstenim, kundra jo. Pika 3. Për miratimin e ndihmës ekonomike me fond 6% të fondit kushtuar për muajin tetor 2025. Po, Marita. Pika 3 rendit ditës për vendim për miratimin e ndihmës ekonomike me fond 6% të fondit kushtuar për muajin tetor 2025. Nuk kemi ndryshime, janë 10 familje me fond 46.36 lek. Bashkëlidur kemi relacionin, ftoja pra të Këshillit pra votojnë në prevendim. Jeni dakord? Po, pro, abstenim, kundra jo. Pika 4 e rendit ditës për vendin e ndihmës ekonomike për përdorim e fondit bashkisë të familjeve të trajtojnë vendin ekonomike për muajin tetor 2025. Janë 91 familje që përfitojnë ndihmën ekonomike, në njësinë administrative i qendrën 52 familje, njësinë administrative i lodh 2 familje, nga një shtaj që muajin shtator është tuar një muaj tetor, njësinë Kurvelesh 2 familje e përfitojnë, ka qenë 4 janë 2, në njësinë administrative i qytet 35 familje, një shtes nga muaj shtator. Bashkëlidur keni relacioni e detajuar. Propozoj të i vetë në votë dhe të kaloj të prevendim. Jeni votë. Pro, abstenim, kundra jo. Pika 5. Për miratimin e planit punës, planit të konsultime dhe planit të buxhetit të Këshillit Bashkisë të përmen për vitin 2026. Po, Martin. Ata të Këshillit e kanë marrë planin e punës dhe planin e konsultimeve të buxhetit për Këshillin Bashkiak në adresat e tyre të e-mailit, i kanë edhe para të printuara. Në fakt ne kemi diskutuar me komisionin, kemi diskutuar dhe me kryetarin e Këshillit Bashkiak dhe me sekretaren për shkrimet e aktivitetit që i keni bashkëlidur, për shkrimet mbledhje Këshilli gjithsej 12, mbledhje komisionit, takime me komunitetin, konsultime i keni zëra. Ndryshim nga plani i vitit kaluar, kemi nisë në Këshill Bashkiak me projekt vendim për marketin e shtigjeve që kalojnë në zonat ku ka stane për të promovuar dhe standardizuar turizmin malor, sipas manualit kombëtar veçanërisht traditën e stane dhe shtigjeve si pjesë e turizmit rajonal. Kështu synojmë të zhvillojmë ekonominë familjare të barimit dhe të fusim bashkinë e Tepelenës në artë rajonale të shtigjeve për të targetuar turistë të shumë që kanë pikërisht të interes. Një është nisma e parë dhe nisma e dytë, financimin e transportit për nxënësit që kryejnë arsimin e mesëm të lartë, Gjimnaz Navashër Tepelen, të cilët vinë nga familje me vështirësi financiare, me fokus familjet me prindër të divorcuar dhe ata me një prind. Se në status jetimi kemi, por ata e përfitojnë basi legjislacionin me ato pagesat e tyre. Pastaj kemi aktivitet sensibilizues ndërgjegjësues në kuadër të teritorit ROS. Kemi nxitje e mbështetje të iniciativat të komunitetit për përmirësimin e mjedisit. Kemi ceremoni dhënie titull nderit, sipas zërave. Në fakt, ne në komision diskutuam që pika 10, po ta shikoni pak, pika 10
fushati promosja Otondej nga 70.000 lekë të bëhet 50. Dhe pikë tjetër që duhet shtuar, këshilltari Latif Kaçaj ka diskutuar për financimin e transportit për këshilltarët që vinë nga zonat rurale. Nga thënë që të e ka diskutuar, do të thonë ka si kemi propozim këtu që do ta diskutojmë. Tjetër, aktivitetet Tetori Roz që kemi bërë të përvitshëm, e kemi zërin aty 12-a, 13-a, blerje kartaurime për festa zyrtare, dërgim me post për antarët e këshillit për shkresat, është vetëm për një këshilltar. Ky dërgim me post është 5.000 lekë të reja. Pjesëmarrja në konferenca tani këtu. Pjesëmarrja në konferenca të vazhdoj pak. Pjesëmarrja në konferenca dhe aktivitetet e ngjashme dhe ky zë nga të ndryshoja pak pikën 15 pasi shumë antar këshilli në moment që nuk ju paguhet dieta, nuk ju paguhen transporti dhe kanë kthimin e përgjigjes si më mirë nuk vete se sa të shpenzojnë vetë. Kështu që këtu te ky zëri ne duhet të kemi fokus sepse 20.000 lekë të reja për mua, do të thënë konferenca dhe aktivitetet e ngjashme vetëm për maksimumi 2 këshilltarë në vit. Këtu të ngrihet pak pika që hoqim tek 10-ta, nëse ju jeni dakord, të shtohet në pikën 15. Dhe të shikohet pastaj në zërat që nuk i kemi realizuar vitin e kaluar dhe ti heqim të shtojmë zërat e tjera çfarë ju keni nevojë dhe çfarë kemi dëshirë tjetër. Përveç se nismave që kemi marrë në Komisioni Varësisënore, në bashkëpunim me Komisionin Ekonomisë, blerje pajisësh për transmetimin live të mbledhje, të nuk do ta ndryshojmë sepse nuk u realizoi vjet, kështu që do mundohemi ta realizojmë si pikë të vit. Koncesioner për sallën e Këshillit Bashkiak është një pikë, printeri është hequr sepse është i vjetshëm, kështu që e u bler, me thënë është po punoj vit vjetër. Nëse nuk jeni pa koncesioner e lëm, po e heqim gata, pa problem. Ani është ai koncesioner, po më duket se ju ka qenave që ai 110.000, po. Nuk e mbulon të sa. 110.000 lekë të re. 100 milionë e 100 është toha. 1 milion e 100 lekë, nuk është e drejtshëm. Printerin do ta heqim, si zë dhe do ta shtojmë tek trajnime që e diskutuam. Buletinin është siç është nuk e lëshon, me ekspertizë bërë në vit është vlerë minimale 20.000 lekë të reja, kështu që nuk ka çfarë ndryshoj aty. Dhe buxheti ngjelet në vlerën 2 milion lekë, ku nuk kemi ndryshim, thjesht kemi ndryshim vetëm sipas zërave. Tani, nuk është se ne sot e hedhim si projekt vendim dhe mirator. Të ne diskutojmë dhe shfaqim dhe ndryshime gjatë rrugës, si ne shikojmë që nuk i realizojmë dot, i shfaqim ndryshime gjatë rrugës dhe vime dhe po pra, sepse po buxheti total aq është, zërat edhe zërat. Një dakord. Keni ndonjë ide? Mund të bëhet ndryshimi i zërave, Ato janë ndryshime teknike që nuk prish punën. Si plan punë. Jo vlera, po vlera do miratojë sot. Si vlerë dhe si zëra. Zërat janë, pastaj çmimi dhe çdo zëre ndryshojnë ato. Po miratuat transportet do ullet e Jo, mund të bëjmë ndryshim. Jo, brenda për brenda. Brenda për brenda. Ndryshime brenda për brenda. Miratuat me një moralami më nuk duke logike. Ma një se atë. Taso vetë për transport. Në kjo se kjo do jetë ta paguajnë forcat politike që janë garantuar shqiptar. Ose këta i kanë pranuar vetë, si në Itali në parë, s'ka nevojë emri. E dyta, unë jam kategorik për njënjë, për pagesat e transport. E dyta, në kjo se ka me një lëvizje, unë do të propozoja që të tavolinë të vendosë
është i gjithë foni, jo të mira mikrofonin unë jep aty. Se cili fonin e vetë, domethënë më vëndjim. Është planifikuar. Okej, në sigur se pashë. Po është ose kjo... Sigur se pashë e kam lexuar në vëmendje. Për pajisje transmetimi live, pajisje transmetimi ajor. Është dhe mikrofoni më. Më falë. Okej. Ne kisha me të ndryshimi i zërarit transportin e qitërave, se folit e doktore, që ta nuk me liqë faktikisht të qitërati ka konë në djetë në shdo të deri. Djetës. Djetë, që e da jo ose liqë? Nga e nëzore. Të transport, një minutë, në bazë trajtimit që kemi Jo se do jemi këshilli, vetëm që do jemi djetë. Nuk ka djetë në bazë trajtimit, në falë. brenda bashkisë nuk ka djeta. Kur del jashtë... Më falë. Ato e kur deli jashtë e dim neve, po në bazë trajtimeve që kemi bërë neve, na është deklaruar nga trajnuesi që këshilltari që është në zonat rurale mundet të marrë biletën djetën. Kjo është. Sepse ne unë për shembull vi 2 herë, 3 herë, 4 herë në muaj të fjala vjen për interesat e komunitetit dhe interesat e këshillit. Se në të rrisni, ashtë unë i qofë se kurse vjen një herë vetë, një herë. 2 herë, 2 herë. Ti mund vishë 10 herë. Ore, më kërkuar 2 herë në komision dhe në mbledhjen e... Po. Të lutem. Më kërkuar në seancë, më kërkuar dhe në komision. Janë detyruar të vijë në komision dhe në seancë. Atëherë, neve jemi 3, 4, 5 jemi në zonat rurale, kurse doktori ka të drejtë se doktori ka këtu gjithu shtëpin, familja ka me zyrën e këshillit dhe prandaj ama se do dhe ai transport. Po, në 10 metra, ai Nuk do shtohet transporti, nuk do transporti. Po ne do transport sepse pagesa do më faq. Ore mos e pranoj kandidimin për qytetar. Nuk na kanë thënë që në qoftë se ti do pranoj që kandidimin nuk do marrë faq. Po i di shumë mirë. E di shumë mirë. Ti ke pranuar kandidimin në Sikër. Në vetë ma voj unë dhe mikrofonin t'i. Kur kem shumë, unë jam jo. Kur kem marrë edhe ai që ishte rrogtar në punoj shteti që vjen në Lopsi apo vjen në Kurberisht pse merr djet. Ka rrogën. A lutem. Rrugën e tij e ka 500, 600, 700. E ka djet, ka linja apo s'ka linja? Kush merr djet? Po. Administratorët a marrin naftë se disi ka të Djeta jo naftë. Si për punë dhe ne. Po nuk e merr për veturën e tij e merr për mirë. Po si se pashë planik nuk e to. Si ligjin e rakoj, jam dakord. Po. Si në ligji? Kjo është me gjitha të gjë. Ti je senator për qytetar. Senator, po jam senator. Atëre edhe çfarë? Shumë bukur. Se jam senator Ti edhe je çfarë? por në 15 vjet përpara. E kam kërkuar. Ku desh atë? E kam kërkuar. Pse s'ka dhënë? S'ma ka dhënë sepse nuk Se ka ligji. e ka ligji. Po e ka ligji. Ula- Mirë se ka ligji se buan. Olativ, ti do që të vëm një mjet në dispozicion. Do vëm një fugor të të marrë të të bie. Dakor. Edhe kështu jam dakor. Do ta diskutoj dhe këtë se s'është e Nëse vërtetë. po na kesh me këto mua vetë. Jo nuk i marrë në çdo bashki ata që janë në zonat rurale. Olativ, Faleminderit. e bëre kërkesa. Prish përgjigje ti kush rregullore. As nuk bere me këto gjëra tani vogëlsira. Jo, Tani- ja ose ta kërkon transport doktori, po mos kërkoj. Po jo më çfarë kërkora. Mos do transport dhe doktorit. Po që? Pash jo ta. Olativ, Ne jam jo dhe ti. Lativ. Po je për ne po Olativ. Mos fol më fajt mikrofon 1 dhe 2 e bëre kërkesën, le do të diskutojë tani, do ta diskutojë edhe do vendosë. Tani, ta edhim votim të plan, Kurse ka punë në zonë. Jo, ka një tjetër për portfolio. jeni dakord që me Nisma, jeni dakord? Beto që janë shorë. Po, Nisma. Nisma Tani si plan pune, ta edhim në votim, ka në një diskutim tjetër apo në kërkesë tjetër. Po dhe kjo e posës, 50 bilek se cili u se cili. Vetëm, në total janë. Në total janë 5.000 lekë. Kaq, për gjithë. Po. O ti, o... Ka 5.000
50 janë, 50 bilet vjetra. Pse nisë nivel mua, do të shkonin Jo, do i marrë me email, nuk e duam të, do një të një si zë, po. Vetëm ti ke kërkuar. Provojmë pravi dua shkruar. Okej, kaq. Se unë i lexoj dua i lexoj me syze, nuk i lexoj edhe me. Dhe ka dhe rregulloje, do të thonë. Po u bëja partizan në atë se do të vjen. Një marrë në adresin e dhe e kam. Unë të ke kushtet rregull. Tani do shtojmë tek zëri i kaq më ato i janë minimale dhe shëre. Ore, tani larg për jo pa mikrofon. Me mikrofon e fort. Ja dhe Ju vazhdoni që të shtohet zëri O ti, jo mos e si mikrofon. Jemi mikrofon. Ai që pare. Kemi një trafiek, sa e Znači mua ma vjene dora i punoj si shërsi ka vetëm tjetë punën e bonës me vetë të asaj, që do të kosta, ma dha atje jafi u bosh, unë mëtë me mund pose se të mërë paguaj ko. Jo mos s'ka nevojë olin e te penera që e vogël ma ta i Po me dorë ma bie, më të kërishme. A ma bie me dorë, po me dorë shërsi ka e Po më. dakord ore është që zati jena ti frukt. Dakord, se kisha në jo të dojta për personë. Një 50.000 lekë, vjetër nuk na pishmu. Tani U duk si personë. Në dëgjoj çfarë doja të thoja unë, jo mua. Ai ne kemi diskutuar dhe kemi thënë që këto materiale do i marrim me email. Por ai ata këshill që ka nevojë që do të printuar një dokument caktuar sepse nuk ka ku ta printoja dhe tash, ai të thotë valla se aplikojmë ne valla, s'ka problem. Do të thënë, kjo nuk është taksative që do vinë në mend dhe mbaroj. Doktori tha që unë i dua me letër, po e çoj me letër. O do njëri tjetër që po ne të thotë valla dhe i bie, pa problem. S'keni, do të thënë nuk është. Nuk flas unë. Vazhdo. Këtë drejtë e ti mënyrën se si e pasioton, ka shumë drejtë doktori prapë mënyrën e ti se si e shpërton. Po u thënë në një mënyrë tjetër, që mënyrë, si shë mënyrë, po resin. Ka zotërinë në fshatrat, nuk e kanë mundësin, ke dhe printer edhe që ti nëzirë do mënyrën e rajmeti. Jo vetëm ta po dhe në rajmeti. Po fol për vetë Gadi. Jo, flasim në përgjithshme. Fol për vetë ata flasin vetë ata. Po kanë flasim në përgjithshme që nëse ka ligji, Fol për vetë. shkojnë të tërve. Fol për vetë se është personale kjo punë. Dakor. Nuk pranon, nuk pranon. Jo, pranoj po. Flasin Me që vetë. ata flasin vetë, tash si janë dakord ata po janë, unë dua dhe të shpruar. Do të shundoj se kam mundësi të drejtoje të zjetë. Na email. Për t'i venduar tëra në email si dhe të tjerë. Atëherë, nuk të ashton për të. Do ta por mos ketë kushti ka penguar ti bash me tjetër. E kisha me ndryshimi e zëra e aty se tha dhe doktor Zosia. Ne kemi brenda buxhetit, nuk kërkojmë shtesë buxhetin e që shtohet. Prandaj edhe këta zotë e vjen duhet të flasin. Nuk kërkoj shtesë buxheti unë që njëpet një bilet nga lopsi dhe apo na përveçin. Të kisha unë vjen po të kërkoj shtesë po. Shumë zëri aty ku nuk jam vend për shembull. Ti më shtojmë të zëri tjetër. Ja ishte kërkojmë të letra të smaku. Latif. Të thash në një e bëre kërkesën do ta diskutoj ti. Mos fol 20 herë ti. Da do të mundani të shohë nga vota. Të termë. Shikojmë në ligj. Të termë vota. Me vetë ta. Do ta shkojmë një herë në bazë. Ka njëri tjetër për të folur për këtë punë, për planin e punës. Ta eri në vonë pastaj. Atëre, pro abstenim ka? Jo. Kundra? Jo. Mirë ato. Atëre kalojmë te çështjet e tjera. Se çështjet e tjera kemi administratorin e Lopsit, do të na folë për punën që është bërë në Krisinë Administrative e Lopsit. Turin, jepi mikrofonin. Kemi dy raporte. Kemi dhe qytetin dhe Lopsin. Qyteti nuk ka. Nuk ka ardhur se zëratë. Andaj përshëndetje.
Të nderuar kryetar, të nderuara zonja dhe zotëri, antarë të Këshillit Bashkiak. Unë jam përfaqësuesi i Nisisë Administrative Lopës. Para se të një analizë të punës mia si administrator në kësaj nisie, unë dua sot në prezencën time të kërkoj ndjesë para të gjithë juve për mos pjesëmarrjen time në mbledhjen e kaluar, pasi kam pasur një problem timin personal, kisha një seancë gjyqësore. Kam ardhur sot këtu, plus që i kam relatuar gjithë veprimtarinë e punës time me shkresë për cilëse, po e interpretoj dhe me kërë. Unë jam në vitin e 7 në krye të kësaj nisie, edhe në ndihim gjithë angazhimeve të mia, ka shikti komuniteti që unë përfaqësoj, jam munduar për më të mirën e mundshme me të përgjigje në çdo problematike që ati ka lindur. Kjo ka qenë në sinkron me gjithë drejtorinë dhe me kryetarin e bashkisë, për të qenë sa më afër gjithë problematikave që kanë lidhur në atë komunitet. Për të rënë shkurtë dhe për të mos bërë prezantime këtë takim, unë po fitoj disa nga punët e kryera në këtë komunitet. Përsa i përket periudhës janar 2025 dhe 30 oktober. E vërteta është që unë për arsyet e mia shëndetësore, unë kam qenë me raport nga muaji nëntor i vitit kaluar dhe i në maj. Po kjo nuk do të thotë se unë dua të justifikohem, sepse para arsim ka punuar gjithsesi me vendosmëri, edhe është të dhënë rezultati maksimal me atë mundësi që ka pasur. I kemi qëndruar çdo problematike që ka lindur në atë komunitet, të gjitha janë protokolluara. Unë nuk dua as të shtoj, as të paksoj asnjë. Disa nga punët që janë bërë atje në këtë komunitet, unë i kam pasur edhe me shkrim, po i them dhe me gojë. Atje është punuar për pastrimin dhe rregullimin e gjithë, po e filloj me sepse është respekt për terrenën tanë, me varreza, që kjo njësi ka. Por çdo mund të ketë forë, nuk e di se çfarë bërë, por unë kam bërë atë që kam bërë detyrë, edhe në bazë pozicionit punës që takon. Jam bërë pastrimet, jam bërë rrethimet e gjithë varrezave. Janë marrë masa për institucionet shkollore, gjithë nevoja që kam pasur, që dhe distriktimi i tyre, furnizimi me bazë materiale e gjitha me radhë. Janë marrë masa për shtrimin dhe çarkullimin e gjithë rrugëve të brendshme të fshatit. Kjo falë dhe mbështetjes në mjeve të disponueshme nga bashkia, është bërë restaurimi një lere, ne kemi kërkuar 3 në këtë njësi, por në bazë mundësive ekonomike që ka pasur një lere është bërë goxha e mirë kjo, jo se e themun, por duke ditur që ajo është zonë elektorale edhe me fermerët që kemi neve në male janë të kënaqur. Mbetet për të bërë dhe 2 lera të tjera. Kemi restauruar një qesëm nga 3 të kërkua nga lagjen Tajiraj, të fshatit Dëngan, edhe ajo është bërë në mënyrë më të mirë të mundshme. Kemi bërë furnizimin me kazan për gjitha mbledhjet urbane në Kërësi. Furnizimi me një nga pikat ka qenë shqetësime, ka qenë dhe furnizimi me skola në përambjede publike për të qenë sa më komode të paktën për moshat me treta. Ka qenë trajtimi sistematik dhe i kujdesshëm edhe nga ana jonë, edhe në bashkëpunim me këta dhe fshatrave, me gjithë përfaqësuesit dëmtor aty. Është bërë takim me punojësin e policisë edhe me gjithë komisariatin, policisë të Veren, për luftën kundër adhimeve narkotike.
punuar për çdo problematik, sidomos nga sektor që mbulon njësia, si tatim taksat, kullotat, për të realizuar më të mirë i gjitha detyrimet që njerëzit dhe banorët atë komunitet kanë. Disa nga punët që kanë bërë aty, që aty ka shumë punë, që në çdo njësi në fakt, por edhe duke pasur parasysh dhe mundësit ekonomike që ne dhe kemi bashkia ka, edhe në bazë të realizimit të detyrave, unë nuk e kanë shkollë të materiali që kanë pru në shpirt, por më kryesorja dhe emergjente është furnizimi me ujë i një pjese të zonës tonë fshati Sinaj edhe dorë, që unë se kam cituar. Rrugët e brendshme që këto gjithmonë kanë qenë të karikuara me dravor. Atëri, e ka bërë parë të me emocionë. E se me në të bashkë. Që në fakt neve kemi bërë investime goxha aty, sepse investime janë ato, sepse televizë shimje të vendi kërkon karburante, kërkon çdo gjë. Por edhe në komuniteti, por edhe vetë mund të thosha që këto rrugë mos vazhdojnë në kështu, me këto lloj investime që duke mua kalimtare, por vetëm me vetor nëse mundet. Janë dy çesma në dhëmë në reginë Mato Asane, që unë do doja që dhe ato të restauroheshin si të gjitha çesmat e tjera. Sipërse edhe të gjitha mjetet e nevojshme që unë e kam kërkuar gjithmonë nga kam bërë kërkesë për të duan një vajat dhe me i kam edhe me shkresa i kam drejtuar për të protokolluar bashkisë për ndërcimin e gjithë qendrave të fshatrave. Jo se janë bërë, një pjesë e tyre janë bërë, por ato janë dalë jashtë funksionit vetë, edhe sot kanë ngritur në mëshirë të palit, sepse janë djegur, janë amortizuar e kështu me radhë. Për sot unë kaq kisha problematikat në vazhdim puna atje në vazhdim. Gjithsesi ne prapë do jemi këtu, do t'i ngrem çdo zë deri të shqetësim. Ju falenderoj të gjithëve për kohën që më dhanë në dispozicion. Kush ka një pyetje, unë jam dakord. Faleminderit. Po kam një pyetje. Për ujin e edhe vetë, kështu që nuk po vazhdoj për fshatin Sinana që të është udhëve të Qametit. Tani nuk mund të vim sot dhe themi jemi në kushte krize, sepse ka një ndërmarrje usjellëse, kështu që nëse ju nuk kërkoni do llogari, na thoni ne dhe vazhdojmë procedurat e tjera. Tani nuk mund të themi sot në 2025 nuk ka ujë në Sinane. E parë, e dyta. Rruga, në thënë, sa në baron asfalti, rruga është më kese ujë. Në thënë, aty nuk kalon, makine vogël jo, po, në thënë dhe makine madhe gjipi, dhe ato makina fugona që vinë sjellin nxënësit, nuk e di të shkretët si kalon. Ke konstatuar me sytë e mike. Rrugët në lagje janë të pakalueshme. Sikurse dhe thatë, të bëhen dhe beton, do t'jetë mirë, aty kalon vetë makina të mëdha dhe makina të mëdha që janë në gjendje katastrofë, sepse një makinë e mirë nuk futet në lagje në rrugët të Sinanit, në fshat Sinane klasim. Sa për të pjesa ku iku në Matalsana, edhe aty fugoni i Matalsana që zbret nxënësit në kohë shiu, shkarje, dheu, nuk e di me thënë kushte të jashtëzakonshme siç ishte kushte para 3 ditësh, nuk e di si ka zbritur. Ne kemi marrë që në orën 6:30 të mëngjesit në telefon si është rruga, kalon, nuk kalon, me thënë nuk pret koha. Situata vjet, vëdim, nuk presim behar dhe nuk ka mëshira. Edhe është situatë shumë e agravuar. Nuk mund të themi sot tani jemi vetëm ku të Qametit dhe zgjidhim. Çfarë do bëjmë? Administrator. Deri tani kemi bërë çesma vetëm në dhëmbla, po gjoj. Kaloni qytetet e fshatrat e tjera.
Na duhet një qezë në dëmla, e kemi bërë dëmla, ka prap një dëmla. Kalon një herë në Dorës, në Sinane, Magasane, pastaj të vi rada të nga 2 për dëmla. Tjetër, rruga tek Vareza. Vërtet janë rrethuar në fshatin Sinane, pa ma një shi të bie, e kemi vetë parasysh, është ajo barka e kuqe atje, Artur, te Vareza Sinane, nuk janë të kalushme. Me dhe nuk vete do, janë të rrethuara Vareza, po ti Vareza nuk vete do, sepse atje është shket. Që vrët do të gjitha i stashu. Do vene 2 mas, apo do grënduar. Emergjencë është rruga që kalon, vjen fugoni me Nxënës, se kur do në tragjedi pastaj do themi ku ishim dhe çfarë bëm. Rruga nga Matosanaj në Sinanaj është emergjencë, pastaj për pastrimin e rrugës Sinanaj te Belen, që shkaj Gure Zhavor, është tjetër gjë, merrni punëtorët edhe vini punë. Vini punë sepse ka Gure që eliminon Guri fugoni dhe bie në ktesat e salarisë pastaj që nuk ka që kisha. Doja edhe një qik administratorin e qytetit, e kemi kërkuar disa herë, sepse relacioni siç na erdhi i komunës qendër Kurveleshit, erdhi sot i Lopsit, administratori i qytetit, edhe qyteti është në gjendje katastrofë. Plani kombëtar, pastrimin e territorit, neve te Belen nuk kam parë në gjë për tani. Kto kisha, faleminderit. Kisha një pyetje lidhje pak kishte zulin gojë dhe zonja. Në lidhje me ushtresën. Di që vjeta ku raportove para 2 vjetësh dhe ishte koha që do merrem dorëzim. Dhe diskutuam ushtresën juaj për shumë probleme që ishin. Dua të di tani, ju keni dhënë firmë, e keni aprovuar të lloj ushtresë të hartonim tani. Nëse e keni firmosur, se ne bëm debate për si kështu, do ta bëjmë me gjyqësës. Në qoftë se ju keni firmosur, pastaj mos e koni në rruga nga të tjerët. Shikoni se keni firmosur. Është një administratori e të duan me vëmendje, po nga përtara këto që e tha, ai më kryeshtori nuk është zuri goje. Kushdo punon vetëm për taksat atime, nuk tha sa përqind, çfarë ka mbellur, çfarë s'ka mbellur gjatë gjithë vitit. Se na shihni, nëse do të kesh taksë. Një minutë. Se do të paguar. Një minutë. Se është bërë qësë në dhe nga në shbërë me taksat. Sa janë vjetë, sa taksa janë vjetë. Do edhe këtë tjetër, vari që kanë marrë malin për kullot i kanë paguar taksat dhe po ta them tek të ndryshim. Pse kanë ikur vlonjat të papaguar malin, ku ka vajtur lekët e atyre? Mirë, tani në Arturin e Lëgjon, do të thoni ju po e bombardojnë, jo. Të gjitha problemet që ngriti Arturi i qëndrojnë në zonën tonë, por unë e di që Arturi është në dispozicion të komunitetit, edhe për situatën në qytetit që tani e diskrepi bashkisë, ndërhyrit e rruga Matosanaj, Sinanaj, me ashtu Zhavor, sigurisht, pavarësisht se ajo do asfalti, por të gjitha këto që ne i kërkojmë Arturit, ne këto do ja parashtrojmë shefit të financave apo bashkisë kur të na bjerë për buxhetin këtu, të dim se sa do investohet në zonën tonë, në administratën që drejton Arturi. A do kemi asfaltim rrugësh Sinanaj Matasanaj, apo Dëmblan, të lutem, apo diçka tjetër. Aty do ta kërkojmë me ulën. Arturi do marrë përgjegjësi për ato që i takojnë. Sepse këto janë investime që i bën bashkia, nëse bashkia nuk i sjell Arturit, domethënë në investim për çesën, për ujë, Sinanaj do u sjell. Nuk do mirëvajtje që ta bëjë Arturi. Ne s'kemi ujë, s'kemi usjellës në Sinanaj. Çka do kërkojmë ne? Ti kërkojmë llogari Arturit në këtë mes. Nuk ti kërkojmë dot për ujë.
ujë dhe kërkojmë bashkisë, të investojë bashkia, të na bjerë rrugën në Makarsane, unë kam njësur disa herë, kemi kala, qytet kala, ka filluar policët e Kovin, atje rrugë s'ka, ujë s'ka, drita s'ka, ndryqim s'ka, qka më shumë ploqa nga ne, aman, ka që është atje, jemi në të njëjtat kushtet barabarta, me të njëjtit histori, me të njëjtën vjetërsi të kalarës, është para Krishtit. Dhe tani ne jemi një zonë shumë e karonë. Këto nuk ja kërkojmë dot as Arturit as Këshillit. Ne këto ja kërkojmë plan buxheti që do na vi këtu ditën që do taktoj bashkia. Unë të të nderoj Arturin që me pjesë këtu, se shikojmë që ka edhe administratorë që s'perjenisin, prandaj ne si këshilltarë të zonës tonë do këmbullim që të na shkojë vllafit në bashki dhe realisht kërkojmë llogari Arturit. Arturi mban përgjegjësi për taksat atime që duhet të vijnë. Qoftë në tokën bujqësore që nuk u shfrytëzohet, duhet të kërkojë atyre që janë të ikur e të ambledh taksën. Qoftë edhe për taks dritë, taks ujë, taks nuk e di, qëraje, kullote, qëra pyjesh, sepse jo anarshi, jo hase nuk isha, hase nuk janë. Ishte gjysmë e viti që ata zakonisht çobanët e japin taksën deri në 31 të dhjetorit. Se s'është ndurur viti kalendarik. Kështu që nuk duhet ta justifikojmë vetëm, sepse nëse ne përsërit unë do ja spiros këto do thotë zonjë, komuniteti juaj, administrata juaj nuk ka mbledhur asnjë taksë. Bashkia mbahet me taksat tona, me taksat më fali se u zgjata sepse është nga njësitë administrative më problematike, më pajlesime. Më fali dhe... Cila ishte pyetja jote? Se unë më pres në bësh pyetje, mos e gjithë fjalimi jote ishte... Ne nuk shiko, kjo që e më shumë debat dhe s'ka rëndësi për pyetje. Tani, pyetja është kjo që Artur mbati përgjegjësi për këto? Jo, do të takoj. Pyetjen e Arturit se ne po presim tani. Nëse duhet të flisja. Ai është një muar këto pyetje që bëjmë, jo mua që. Tani këtu Flasim kot tani. Na foli për punë që janë bërë. Në base edhe shumë punë nuk janë bërë, po Arturi ka shërbimet dhe gjërat e vogla se pjesë ka bashkia. Tani noi pyetje për ato shërbimet që ai ka punojësit atje që duhet bërë dhe ai si ka bërë, bëhemi pyetje. Po tani mos u zgjasni kaq shumë tani se nuk po ne Arturin nuk po e vrasim. As po. Thjesht ai vjen këtu në Këshill, raporton për punën e bëra dhe për punën që duhen në të ardhmen duhet bërë më mirë. Edhe kaq. Ka noi pyetje bëja. Vazhdo. Kisha unë fani se në Lopës para 15 vite kanë qëndruar njëtet e bashkisë me patronin me një transporti. Këtu diskutuaj rruga për i bretë se diskutoj zonja para. Rrugët kështu, rrugët këtje, kanë dhe 22 ditë mjetet e bashkisë, si bashkia e ka justifikuar njësin në Lopës. 22 ditë mjetet në Lopës, kush që ka parasin punë. Ku jemi ne? Vorreza. Pa pastruar, ku jemi ne? Para 10 vite kanë qenë mjetet në Lopës. Mjetet i komandon bashkia, si komandon. Jo, i komandon njësia, i dërgon dhe i komandon njësia. Mirë më mirë. Falenderoj të gjithëve për gjithë problematikat e ngritura. Falenderoj Toni. Unë dua të thej një gjë para forcës së vetit. Sa i saktë do jetë sepse dhe rradh nuk e më mend të pyetëve. Do me Matilda. Nuk është bërë investim tek çesma vetëm në për Sinane. Ai sa ka qenë mundësia ekonomike e bashkisë edhe në raport me ato që njësia ka përmunduar të gëtë. Është bërë tek qesë. Në Sinana është bërë tek lagja Kodi Brahimi dhe... Parë 5 ditë. Bashko, që rëndësi ka ma 5 vite... Jo, dhe në qëndër është qesë. Edhe në qëndër është për qesë, ma dhe në dasha është për qesë. Nuk e do... Janë investime këto. Do qesë me Më falë se ndërryra, do Më falë... Ne kemi në janari, i 25 Sa i nuk ka
O zoti tani, nuk bëjmë çes fare ditë për ditë. Të lutem. Keni investuar. Në të flas mbi ato. E bëre pyetje e Ora përgjigje, kaq, vazhdoj. Tani, të përgjigje nuk kam të pyetjen a ju të dy, i do të pyetje që kiçi. Vazhdo. Në lidhje me pyetjen që bëri Lati, unë nuk kam firmosur gjatë fundit në lidhje me investimin që është bërë Kujtësillësin, nuk është bërë për gjithësinë, është bërë për shapin zënda, nuk kemi probleme aty. Ato problemet e vogla i kemi gjetur dhe i kemi zgjidhur. Investimi atje është funksionar për mua. Banor furnizor gjithë ata që kam për kontratë me ndërmarrjen e ushtrisë kanalizimeve, unë po flas për shapin Sinanaj, aty s'ka investim Rusi. Për furnizimin me ujë ishte banor. Ashtu në lidhje nuk e di, ndoshta se si mbaj mend pasatit gjitha pyetjet lidhe me këtë që tha zoti Latif. Për mjetët 22 ditë, unë sipas kam numëruar në fakt, për fisë, për ndaj tjetër. Se sa ditë kanë ndonjë mjetët dhe se kur rrinë se unë vjetë që kam parë sa mjetët rrinë në vedaj. Nuk e di se kur rrinë ato. Unë di që... Si administrator pastaj. Ka folë me kryetarin e bashkisë e ka thënë Arturi ishte dispozicion të dy. Të lutem. Ka kryetari i bashkisë, sa kërë unë nuk dua të pati e ty të replikoj. Tani bëre kryetari i bashkisë ka unë jam administrator. Ka dhe probleme me ujin, por nuk është vendi këtu tash, të lutem. Mjetët nuk punoj me ujë, mjetët nuk i kam në dorë shoku i ka bashkia dhe Belen, unë kam në dorë të shqetësimin. Realizimet pastaja hajde t'i gjejmë. Unë po se kam iluzën i këtë shkojrë këtu do të rritë. Ne jemi në takim, ne jemi dhe qitë bashkjarë. Unë s'kam gjenë, unë edhe një telefon që kam se kam lërë akoma, e kam një parakortë. Do të lutem shumë po deshe. Mos u fut fare në to labirinte se nuk i ti pasaja. Talë do të dalë do njëri nga ne. Vazhdo me përgjigjet ato tani. Përgjigja ime është kjo. Të gjitha shqetësimet nëse i tuan edhe të dokumentuara e kemi protokolluar. Dhe në bashki, unë jam këtu se i kam marrë me vete. Të gratë gjithë zërin e komunitet për gjithë shqetësime që ka. Unë s'kam një gjë më marrë lekë të bëj investime. Ato që më ka takuar janë në korrent të gjitha shqetësimeve të punën në komunitet. Artur, faleminderit. Faleminderit juve, ishte kënaqësi dhe respekt. Kalojmë te pika e 6 e rendimit. Po s'ma theu përgjigjen e taksative Ktheu. Më fal, o beni fal. Edhe në lidhje me ka drejt, këtu ka drejt. Në lidhje jo ka drejt. O doktor, jo ka të drejtë për këtë. Jo sinqerisht ka drejtë. Në lidhje me pagesën e kontraktave të kullotave. Ministria nuk e di se çfarë muj ka qenë se unë kam qenë në raport shëndetësor, kishte dhënë një urdhër për ndërprerjen e gjithë kontratave të kullotave në çdo kullot, jo vetëm në një sinton. Edhe këto ja çelën, unë kam qenë në kontakt me drejtorinë e bashkisë në lidhje me këtë. Mua punonjësi që kam pasur sepse ai e bënte punën atje dhe e falenderoj pavarësisht të mëkes. Ka qenë shumë korrekt në lidhje me to. Punonjësi ka dalë në pension, e kanë marrë ata të bashkisë duke qenë inxhinier specialistë për çfarë është ai. I kanë kërkuar disa herë, të lutem, disa herë në telefon stat. Në lidhje me i kanë në çoban fermerë, më fal për shprehjen, fermerë që janë kullota sepse ne nuk do t'i lëmë partit të ngordhën sepse semi neve të aftë të zotë për të përgulluar të ardhur. Ata janë dakord, janë përcaktuara kontrata se ku është instaluar njeri apo tjetri, të gjitha legët, në mendimin tim, pambas edhe e gaboj këtu, do mblidhen, biles brenda kësaj jave, ku është dhënë njoftimi, s'ka se ku vjen ata, ky shkencim që ngre relativisht me në vërteta. Mirë, Artur, sepse është një ardhur goxha për njësim, edhe çdo taksë dhe çdo investim që bëhet atje për këtë ndim të komunitetit. Edhe një faleminderit i gjithë. Faleminderit të respekt. Kalojmë te pika 6 e ditës. Prezantimi i raportit të performancës së bashkisë e Belen për vitin 2024. Kryetar, mund të largoj unë? Mund të largoj. Faleminderit. Një pavona ka gjanë në tikë në vjetë. Ashtu të një pavona ka. Po. Përshëndetje ndërruar votar, të ndërruar antarë të Këshillit Bashkiak.
Unë jam Eka Skënderës, prezentës e Kulturave njerëzore pranë Bashkisë së Telet. Njëkohësisht jam edhe pjesë e njësisë së performancës me urdhrin 81 në 4 shtator, më falë, në 4 korrikë 2025. Jemi pjesë e performancës me Julian Gjerinën dhe Lani Mashën, të cilët do prezentohen. Granti performancës ka të bëjë me matjen e sistemit të performancës dhe pikërisht edhe në këto momente që ne po flasim, qeveria shqiptare po bën një konferencë lidhur një konferencë me gjithë kryetarët e bashkive lidhur me matjen e performancës dhe grantit e bazuar në performancë. Ky sistem sigurisht nuk ndodh rastësisht, ndodh pas një pune rreth 4 mujore në mbikëqyrjen e Agjencisë dhe Qeverisjes Vendore dhe sigurisht e bashkitë të forta. Tani po kaloj kolegët të prezantohen dhe të flasin në lidhje me raportin. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Giulia Meta, kabineti kryetari dhe në të njëjtin kohë jam koordinatori i njësisë së performancës. Atëherë për ju paraqes një relacion, të cilin ju e keni aty, duke ju sjell se çfarë kemi bërë neve dhe cilat janë funksionet që sfidat dhe rekomandimet që merren në performancë. Atëherë ky relacion paraqet problemin e performancës së Bashkisë së Telet për një sër shërbime publike të cilat lidhen drejt për drejt me funksionet edhe qeverisjes vendore dhe me detyrimet ligjore të transferuara nga qeverisja qendrore. Atëherë ky relacion synon që të informojë Këshillin Bashkian mbi rezultatet, sfidat dhe rekomandimet për vendimarrje të mëtejshme. Atëherë po vazhdojmë arsimin parashkollor dhe bazë. Gjatë periudhës së raportimit, Bashkia e Telet ka garantuar mirëmbajtjen 100% të ndërtesave të kopsheve dhe shkollave, stabilitet në numrin e fëmijëve dhe mësuesve në sistemin parashkollor, të cilët janë 192 fëmijë dhe 33 mësues, kapacitetet të plota në arsimin 9 vjeçar me rreth 1000 zënë në çdo vit dhe një raport mosindhënie brenda standardeve kombëtare. Arsimi mesëm dhe i përgjithshëm. Ndërtesat e gjimnazit janë 100% funksionale, rreth 236 zënë të regjistruar në 3 vitet e fundit dhe konvikti i shkollës akomodo mesatarisht gati 8 zënës në vit. Në lidhje me shërbimin e ujitjes dhe kullimit, pastrimi i kanaleve paditëse nga realizuar 38% të rrjetit për vitin 2024, ndërsa pastrimi i kanaleve kulluese brenda vitit 2025-2026 do të arrijë 73% të rrjetit që animare. Sipërfaqja e tokave bujqësore të mbuluara nga sistemi ujitjes është realizuar 66% dhe familjet përfituese të cilat përfitojnë nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit janë 220. Administrimi i tjetër dhe fillotave. Kemi një rrugë të inspektimeve dhe kontrolleve në terren, rritje të fondeve për menaxhim pyr deri në 13 milion lekë dhe stabiliteti të ardhurave nga qërat e tarifat. Për sa i përket shërbimit të artikës dhe mbrojtjes civile, struktura funksionale sipas organikës, ata kanë nevojë për mjete të reja të artikëse. Dhe ka nevojë të përfaqësojnë mbrojtëse dhe trajnim me shtet. Atëherë, bashkë me grupin e punës, me njësinë, kemi nxjerrë disa përfundime, disa sfida dhe disa rekomandime në lidhje me performancën. Atëherë, në lidhje me përfundimet, kemi arritur në konkluzion që mirëmbajtja është 100% e infrastrukturës arsimore. Ka përmirësime të ndjeshme në rrjetin e ujitjes dhe kullimit, ka një rritje të inspektimeve në pyje dhe kullota dhe ka një stabilitet në të ardhurat nga setet natyrore. Për sa i përket sfidave të identifikuara, kemi arritur që të cilim disa. Modernizimi i flotës së mjeteve zjarritës dhe pajisjes së satit me mjerëzve bashkëkohore të sigurisë, investime të domosdoshme në rehabilitimin e kanaleve paditëse dhe kulluese të amortizuara, zhvillimin e turizmit si instrument për rritjen e ekonomisë vendore dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve turistike, investimet në infrastrukturën e pyjeve dhe kullotave përfshirë rikonstruksionin e rrugëve pyjore, ndërtimin e derave si dhe pajisjen e strukturave me automjete të përshtatshme të terrenit të vështira. Gjithashtu kemi nxjerrë disa rekomandime të cilat do donim të realizonim sipas grantit që neve kemi fituar. Miratimin e fondeve shtetit për sistemin e ujitjes dhe kullimit me fokus në zonat e amortizimit të larta, miratimin e fondeve për investime në infrastrukturën e pyjeve dhe kullotave përfshirë rrugët pyjore, dera dhe pajisjen me automjete për terrene të vështira,
pajisjet e shërbimeve zjarrtikës, mjetet të reja dhe mjetet bashkore të ndërhyrjes, rritjen e stafit inspektues në sektorin e pyetjeve dhe shërbimin e ujitjes si dhe trajnimin e vazhdueshëm profesional. Mbështetjen e investimeve në infrastrukturën arsimore, veçanërisht në mjedise, laborator dhe konvite. Dhe mirëmbajtjen për projekte në fushën e turizmit me synim rritjen e ekonomisë vendore dhe cilësinë e shërbimeve turistike. Për vitin 2024. I 2024, 2025 apo 2026. Dhe do të pyetja jo normale. Što 2024, što kumrata 2026, e kështë bivi ujtë e zemëtimi, pasiri kanale u të shtetë në fina 2026. Ajo që arritë të realizohet. Shërbime dhe ujtë e së të burimi, nuk të si qëfar të një bërë, jo shara të bëni. E të reta, dhe raporti për formal, të paravorë në 2025, a me që të kemi 2024, 2025, apo Atëherë, 2024 është marrja e performancës e cila publikohet në 2024. Por sipas detyrimeve pyetjeve që na vijnë nga AMVV-ja, Agjencia e Qeverisë. Po, deri në 2026 planifikohet të arrijë. Po pra janë planet e fakte që do bëhet në 2024. Nuk jam në fund, jam në fillim. Nuk jam në fund. Se fundi ditë lezoj. Nuk jam të shfarë rekomandimi e shfarë tini në perspektivë. Jam të fatja 2.4. Edhe të dysh. Ose shikoni mirë se më nuk shikoni fare, në fakë se po kasë shkollë, kur si gjeritët, që si ka mërë, dhe t'jë datë se po shikoni edhe datë, dhe tjetra. Tek pika e dyta shqiptar shkollor dhe pas toni raport mos i dhënie për të standardeve kombëtare. Si e kuptoni këtë pikë? Juve? Po standarde kombëtare. Atëherë, ne bazohemi tek stabiliteti në numrin e fëmijëve dhe mësuesve në sistemin parashkollor. Mos si dhënie, metodikën, iksin, psikologjin, e tjerë të mund. Po si e kuptoni ju? Se të tjetë në standardet kombëtare do të ketë paparikuar asë Ne të fakt kemi Të marrë ketë laboratore cilat ti nuk i ke. Të kesh banja higjenike cilat ti nuk i ke. Nuk e ke banja. Mësimdhënia ka të bëjë me kualifikimin e mësuesve që prapë nuk i takon bashkisë. Ketë fare për pjesë. Ka një pyetësor në Po i shoh cilin standardet i shoh kim. Matita ka një pyetësor në cilin përgjigjen. Është një pyetësor i ardhur nga Agjencia e Qeverisë Vendore në lidhje me Bashkitë Porta dhe në bazë të këtij pyetësori dalin dhe të gjitha raportimet. Mund të lexoni dhe raportin në cilin e keni dhe çdo drejtori është përgjigjur dhe sigurisht kanale nëpërmjet Po. Edhe qytetarit thjesht. Jo, unë personalisht. E kemi vendosur si sfidë në të cilën do punojmë. E kemi vendosur dhe si sfidë. Ora i këndoni të janë standardet kombëtare. Pse na keni në 2024? Të flasëm në 2024. Në fakt, kësaj pyetje ne jemi referuar se çfarë stabiliteti. Po nuk kam hyrë, faleminderit shumë. Vajzon. Kam për një vërtet por para shumë. Ka një pyetje tjetër. Mirë, faleminderit. Ka mundë kryetar, na fal se tani është performanca. Tani kjo mua tre fleta performancë bashkie të përleshme vazhdojnë. Mirëmbajtje 100% e ndërtesave të kopshtet të shkollave. Me thënë, vërtet ju jetoni mirëmbajtje të ndërtesave të kopshtet të shkollave, dhe të kopshtet, dhe të shkollat, nuk ekziston ajo mirëmbajtje 100% pasi, po të bësh re
që tek shkolla 7 Marsit e Lagështit në Tarac, që tek shkolla te gjimnazia Basheu, Lagështia funksionale ka parë, me nuk është riparuar që nga 2017 deri në sot. Thjesht bojatiset edhe del pra Lagështia. Kështu që ne nuk mund të kemi mbajtje 100%. Bemi që tek streha, që tek rrethimi shkollave, që sot kemi në fokus shkolla të sigurta dhe një problematik e shkruar me shkresa disa herë, nuk ishte në zgjidhje as te gjimnazia Basheu ka limit të familjarëve në banesat ngjitur. Kështu që tek pjesa tjetër, tek kopshtet do parë dhe ka tek këshilli, sepse ne këtë vit nuk si çdo vit, çdo fillim viti kemi mbajtur, kemi inspektuar, këtë vit nuk e kemi bërë, nuk e di kush ka qenë grup unë jo, por do parë mirë, sepse në kopshte shumë gjëra minimale ju kërkojnë fëmijëve. Që nga letrat higjienike, që nga sapunët, që nga mirëmbajtja, i blejmë vetë familjarët. Domethënë ne nuk mund të themi mirëmbajtje 100% kur i kërkojmë familjarëve letra higjienike për fëmijët. Vazhdoj. Raport mosindënie AMU, arsimi mesëm i ulët. Raport mosindënie të paktën në pjesën e arsimit ku shumë nga ne këtu jemi me profil mësuesi, raport mosindënie jep vetëm Ministria e Arsimit me inspektime, AKAP, ASKAP, DRAP dhe ZVAP. Me të raport mosindënie i qeni të paktën tek performanca. Ne raport mosindënie, po nga ka ardhur vlerësim nga agjencia, ato institucione që janë vlerësuar, nga ka ardhur vlerësimi, dhe një nga ato pikat ku bashkia duhet të kishte faktori pyet janë laboratoret. Gjithë që në çdo shkollë, dhe shkolla universitare që është bërë nuk ka laborator, gjimnazia Basheu nuk ka pas laborator dhe nuk ka. Tek 7 Marsi nuk ka. Në moment që ne flasim për 3 shkolla të mbarojë në doktor, në moment që ne flasim për 3 shkollat e qytetit që janë në këto kushte, shkollat e fshatit vjen keq, po nuk ka shkollë. Domethënë nuk kanë asnjë gjë. Domethënë këtu të paktën të ishit pak më bujar me veten vitit, pak në 70-80%, po 100% duket sikur ne këtu lulëzojmë në pjesën e arsimit. Dhe vim këtu tani në Këshill Bashkiak dhe themi po, ekzistojnë, i kemi gjitha. Dale tani. Vazhdoj. Tek pjesa e sistemit të mesëm të lartë, jo pak se pare një jave, me një përfaqësues të bashkisë që kam dërguar një kërkesë, i ishti vetëm 2 vizat të atyre kërkesave dhe tjerat janë vit pas viti e njëta kërkesë vetëm ndrohet data. Vazhdojmë tjetër. Konvikti akomodohet të në ju tek nxënës, ku në arsimin e mesëm të lartë juve ju vin pa fund kërkesa. Katin e parë në tatë para i viti që është emergjent dhe kemi vënë familjet në vështirësi për të akomoduar për shumë pak kohë. Akoma edhe sot e kësaj vite janë. Nxënësit nuk akomodohen, por akomodohen familje. Ka pallate bosh, ka institucione të tjera që janë mbyllur në Bashkinë e Pelen ku mund të gjetë zgjidhje. Te konvikti e Pelen e kemi ngrit me të madhe. Kati 3 po bie, kati 2 është vetë funksional. Dhe katin e parë ne nuk vendosim dot se mund të vendosim familjar me konviktor. Edhe këtë kemi folur dhe kemi ngritur, nuk e di çdo vit në mbledhje të nderuar antar këshilli apo e kam vetëm unë si shqetësim. Kështu që kërkesat dhe arim, meqense ne nuk akomodojmë një nga ato kërkesa dhe nisma në Këshillin Bashkiak për financimin e vajzave dhe nxënësve që vinë arsimin e mesëm të lartë, ne marrim nisëm si antar Këshillit Bashkiak me buxhetin e Këshillit Bashkiak për të financuar transportin, sepse Bashkia nuk i mundon dot akomodim në konvikt, që ka konvikt. Se okay, mos kishte dhe do ta diskutojmë ndryshe, por ama ka konvikt dhe jo dolën familjarë. Të gjetë zgjidhje familjare nuk po them ti veru, të gjetë zgjidhje sepse kemi vit për vit me këtë shqetësim. Ju lutem shumë për pjesë tjetër. Performancë në se kam shënuar këtu tek ujtje kullimi këtu përse jam eksperte, tek shërbimi zjartimit se dhe këtu shumë mirë konsiderata të larta ka për ata zotri, tek pjesa tjetër që është bërë aksioni kombëtar për pastrimin e qyteteve. Në Tepelen,
më vjen keq ta them, nuk është bërë asgjë. Unë nuk e di, ma kundërshtoni ju antar këshillit, mbase nuk e kam parë unë, por nuk është bërë asgjë. Tani vime i performancë dhe çfarë bëjmë ne për të mbushur fletat i mbushim shumë i gjithë. Puna çfarë është bërë në teren. Dhe e gjithë ky raport me aq faqe duhet të jetë ku, si ka qenë, si është bërë. Sepse unë them po, aty e shoh një fush me lule me barun aty dhe them e bëra sot. Ajo ka qenë gjithërkohë. Ku shohim shumë mirë që nuk është bërë asnjë gjë. Te kjo pjesë ndaj kërkoha dhe administratorin e njësisë administrative e qytet, por nuk e di me mbajnë një shënim këto e mira do të ishin drejtorat për katës, sepse me të deleguar kompetencat sikur nuk e di ke përsëritur disa herë, shpreh keqardhje në këtë pjesë. Faleminderit. Ma ju qik më në qësë. Tani të pika 4 e performancës, shërbimi ujtit dhe turimit. Që raporti keni paraqitur dhe në materialit e sqaruar, por ndalet. Pastrimi kanaleve zbatitëse 35% të rjetit. Ku është ky rjet, ku është pastruar, se ne jemi vetë nga toda të fshatit që ka kanale të ustim. Ju lutemi, pse nuk i keni përmendur në material, në çfarë është për pastrim, kanalet e ujitse. Ose kanalet e rrugëse, 73% e rjetit do arrit deri në 2000, do arrit të bëhet, po ku dhe kur ndalë në etapa. Si përfaqe tokave bujqësore që buzohen nga sistemi ujitjes 60.6%. Ku baditen toka bujqësore në që vonë, në shtatë, duhet të shkruani gjitha i materiale i paraqitur në Këshillin Bashkiak, asnjë vend, asnjë emër kanali apo sipërfaqe bujqësore e cila zihet nga sistemi ujitjes. Dhe cilat familje ku pas kam përkëtuar 220 familje, ne kemi dëgjuar vim nga njësit administrative, ndoshta jemi ne pa informuar, ju lutem qoftë edhe te administrimi i kullotave të jetë detajuar se kush ka ku ka ndodhur përmirësimi i kullotave, sa sipërfaqe në Sinanaj apo në Kurvenesë etj. Pra, keni mundësi të na jepni një përgjigje që ku ja bërë këto kanale, pastrimi kanaleve, që kundu se kjo të dhe uvice, apo dhe sipërfaqe të tani, atëre këto janë informacione të zata që neve shifra në erë, me dita të faleminderit. Kryetësori vjen i gatshëm nga ANVV-ja, nga Agjencia e Qeverisjes Vendore, dhe drejtorët dhe përgjegjësit u janë përgjigjur këtyre pyetjeve. Në bazë të pyetësorit ata përgjigjen dhe ne dalim në përfundime. Tek raporti performancës janë të gjitha të dhënat në të cilat flitet në mënyrë të detajuar për pjesën e performancës. Unë nuk mund të përgjigjem për ujitjen dhe kullimin kur është një specialist për shumë në bashki dhe ai ka plotësuar atë pyetësor. E ka vlerësuar vetëm në pikët maksimale. E ka plotësuar. E ka vlerësuar vetëm. E ka provuar dhe punë do i Ma vjen mua, pyetësori apo i vjen komunitetit? Ku ka njeri të thotë unë s'bëj? Nuk kemi nevojë për shkresa. Edhe ma do s'janë ma ka unë s'bëj në atë regjen e iku. E gjerë në të thotë në potja unë s'bëj. Që logike fare? Me këtë rast, me një mëtore këtu, disa pyetje i kam bërë unë, do t'i pek shumë edhe pasaj ma jemi të tjene këtu. E para, a ka rande në instruksionet e arsimit parashkollor, bazë rampe e mëdorë, dhe arsimin e mesëm, një, a ka tualete meshkuj, femrash dhe personeli, e që fëmijët dhe me një banjë, fëmijët parashkollor, shpeshë të tuta të banjë. Nuk është normale që dhe nuk bëjnë në atë moshë. Ka apo jo një? Mos më në qikë. Lidhur me
Dhe faqja 7 e performancës, mund të hapësh faqen? Hajde më në vinjere, shumë shatisha të studime, po s'mund të themu, da që ka më të përshimur. Në këshillë shtimi ai. Ate, krasë e këtoj qëllime, po tenton të rritet gradualisht aktivitetin në natyrë industriale, që konsiston në bizneset e industrisë së dhe ushqimore ujtë e velen. Ku është kjo industria ushqimore dhe velen? Ku është kjo zhvillimi industrisë së dhe ushqimore dhe velen? Dhe ujtë të dhe velen të pak në ti sa kanë hapur syrtun në dhe dhe qanë, ka kjërë në ujtë të dhe velen, nuk është në investim të ujtë. Një investim një avlen për mëndë është e biznesit kultivimit peshkur në brigjet e numit dios, a i hormonës. Ky është investim privat, apo i bashkisë. Dhe me sa di unë edhe ky prapë është pak të një 25 vjetë poqë. Që për mëndi tokë nuk janë tuaj. Se kasë për 2024, se vlami ta datimi për kërkojmë 2024-2025, dhe ju në ikni 98. Çfarë është bërë nga bashkirat e velen, për mos largimin e qytetarëve, se to atur ka një rënje të komunitetit. Dhe konkretisht, çfarë u bë për mbylljen e burgut të Pelen në Institutin e Edukimit? Çfarë përpjekje u bë? Se janë familje që ikin, janë fëmijë që do ikin, janë lekë që do qirohen në të Pelen, që hyjnë të Pelen. Mesazhi unë, asnjë ndjeshmëri 0. Për të vikën i kine sa familje për mund të investojnë një burg, ishë kërkyrë të vitin e 3 një familje të tjera të është, nuk e di. Do të mundit qikë të mbarojnë, pastaj të vërgjën në tjera. Të treguesit e shërbimit për mësimin e klasat e arsimit, si ka mundësi popullsia bie, nësa nuk rinëzënshme, ose këndron, ose në arritet. Se kuptoj të punë. Mos të abuzojnë në gjenjejnë për regjistrimin e këtyre, më farë një gjatë rëndë. Më farë një gjatë rëndë. Ju në kishë në kërë në gjimnazisht. 2 vite në kishë, se 3 vite kemi... Përgjësiri i infrastrukturës të kopshe dhe shkolla e përmandin e i parë latit, apo prapë mua nuk më dhe. E vërteta nuk janë dhe vërteta të i thonë ju. Kim për kim. Jini për çmim Nobel, që është fatkeqësi e madhe. Shkojnë në shkollën e Livicë. U kam thënë disa herë. Nuk mund ta imagjinoni çfarë misteri është atje. Unë pash dhe ditën e zgjedhjeve në mbas shkollës, se kisha hyrë brenda. Po kur pash në mbas shkollës në Roma atje, nuk e di, do i doreshë, po, atje kemë. Është skandal për sëmundje infektive. Është skandal për sëmundje infektive. Jashtë shkollës, pa përna po e po. Po dhe jashtë. Jo është para të shashtë. Si shpjegohet, rritja e shpenzimeve në mënyrë përgjithësisht për juve dhe dushme për vitin 2003, kur kemi të njëjtin numër nxënësësh dhe të njëjtin staf mësimor në vitin 2003 shpenzimet kanë qenë të fillura në mënyrë drastike. Çfarë është bërë ato? Numri i nxënësve është një lloj, numri i mësuesve është një lloj, dhe sa i pashur në statistikë, lekët më shumë i Te faqja 20, po ju si keni faqet, më duhet një bërë copy-paste, nuk e kuptoj ndryshimin e rreshtit të dytë të treguesit, në tretit, në të pasurit. S'ka asnjë ndryshim, i keni një lloj, se dy që keni vënë. Dhe apovedimi zësë në Covid-e të si pas standard komentar, të jeni një vërësërit. Rasi keni pa, a i njërën e hirë një aty, për në ruaj. Mund të me një rrë, në të keshë për të detojnë. Edhe pra do kanalet e në tjene në shkëllë si përmëndi kjo asë një mëndë, nuk përmëndi ku konkretisht. Në që qatë, në që mëndë, do të pasë se ka dhe i shkëllë dhe marok. Një marok. Ka mundësi, që edhe mos më në një shumë. Po ja të shpore, për të këtë, se i kam që në ato vajza nuk kanë asnjë mundësi për të kthyer këtyre fëmijëve. Atëherë unë për personal nëse më mirë është të ikim, ose ta rrinë në salë, se po rëndojnë shumë, në fakt. Se ju s'mund ta përgjigjo.
Dale ta mbaroj mendimin, ta them mendimin deri në fund. Tani këto pyetje që kemi sjellur, ja dhe kemi, kërkojmë që të vi drejtoresha që mbulon arsim, ai që mbulon kvota, që të japi përgjigje për këto gjëra, sepse ata kanë plotësuar formularin dhe ato lexojmë Sa relator. Kështu që kërkojmë për mbledhjen tjetër, të na vi gëzimi, të vi arta, të vi dhe një drejtor tjetër kush përmendet aty, pyetjet ne i mbajmë dhe atë raportin e mbajmë dhe u drejtojmë atyre pyetjet. Edhe na vi përgjigje se këto vajza nuk kanë çfarë. U përpara me të. U vëla në 4 ditë që më ka rënë syri dhe mendja, aty dhe më jep kvota për Jo, tërësisht. E para që mos të tallen me shkëltarë. Qoftë me materiale. Jo, vajza, të më thani. Jo këto e I thrasim përgjeshë drejtorët, drejtorët, tash unë kam problemin e mbledhjeve. Ku vjen në fund fare më mbledhje? Se na i bëjnë ndër të shkëlqyer, Ku diskutoj kazan, transport ato janë. Ku vjen? Dakord, po ti dakord. Po ti të rasim drejtor. Më thash po shtalli, po s'po duhet mua më drejtori tash se ata tallen me ne. Aty do ta drejtojmë pyetjet por. Tallen pra se kanë materiale. Po desha më kanë materiale, kanë drejtë ta diskutojnë më brenda. Kam të drejtë ta diskutojnë pyetjes. Nuk të tepër. Nuk janë kompetente për atë, po bëjnë shënim pyetjet e Pa i më shashi i vajta një afti letëzoj këto një më lëgoj që e këtare, si gjerisht më ka të mërko ka të me i letëzuar. Mirë, vajza masa se kapin. Por se ka me vajta sa vajtë që kanë dhënë të dhënat i kanë gjesh në qyra, i kanë shkuar me mëzesa i popër të kërë. Rasim përgjejtë të përgjejtë. Doktor, më falë, tani, puna që ndronë se po ju themi vajza në kuptimin, jo, ato kam një pozicion pune, që në moment që kanë ardhur këtu duhet japin përgjigje, tani nuk mund të kthejmë mbledhjen, sepse ka ardhur ka deleguar drejtori dhe në moment që më delegon drejtori mua për të vajtur në mbledhje të Këshillit Bashkiak, atëherë do të japim përgjigje. Ç'është tani vjen prap, ti lezën prap dhe do ta themi drejtorëve. Drejtor, ç'është okay, në presim mbledhje tani vin drejtor urgjent tani. Ose ç'është si vini? Se nuk është se janë vajza kalamashka, do janë diku në një pozicion pune, do janë kabinet tjera në Matilda, ato që tua i di se qa po thua? Po i di se flas shumë. Bravo, shumë mirë. Me që i di, tani jo, nuk po të Përgjesi që janë rashtu si që të rasim, si që të rasim administrator drejtor të mëra, të vinë për të raport. Për këtë raport edhe tua kërkojmë neve përgjigje një për një, se gënjemi. Më kuptonë, tani nes mund të rinë, tani këtë presin të vinë ata, në mbledhjen e ardhshme, do bëjmë mbledhje prapë. Bëjmë prapë këtë? Jo këtë, të rasim ata, të rasim ata dhe u drejtojnë pyetjet që kemi sot, për të materialet që kemi kënjër në raport, e të përkojmë dhe logarita, që në këto papera, do përgjej vajza se dua unë. Ajo nuk është kompetente për atë. Që që mos... Jam dakord, ndjes, në qëse ju nuk jeni kompetente, atëherë është e mira që mos e pranoni delegacionin e kompetenca të drejtorit nga për të kujt tua ka dhënë, që keni arso. Bastë të kësaj performancë është fituar dhe grafi performancës për vitin 2025 për bashkinë tonë. Se e vjesë. Jo, ka vendesojnë me të shumë mirë. Desa pia që... Nati, më të gjohë, tani, ato që janë bërë, që me kanaljet e kullimit, kanaljet e vadise, një dy tiju që janë bërë. Tani, drejtorët i din, e këto, një këtu të sjarojë, ose për plera, drejtorët të po është bërë 1, 2, 3. Tani ato këto, se që janë bërë nuk i din. Jemi dakord me këtë, jemi dakord. Tani, neve në kemi pyrë sot këtu, dhe në kemi pyrë këtë. Tani në duam sjarim, zirë pyetjet, pyetjet dhe të rasin drejtorët të mbledhjen e ardhshme. Ja këtë, po temë. Po këto sonja të ato e lexuan, u informuan me çfarë informuan. Për raportin e performancës që është bërë. Është gabim, mbyra e sjelljes, mbyra zotrime këtu. Do të Këshillit Bashkiak.
sepse derisa këta nuk ka kompetenca të përgjigjen pyetjeve tona, atëherë këtyre nuk takon drejtë. Ky është gabimi jonë si këshill, që duhet ta bëjmë ta caktojmë të saktë procedurën se kush duhet vi këtu t'ia bëjë. Se çfarë ajo? Është një raport që gjithë drejtorat e ka plotësuar atë dhe në bazë të plotësimit të drejtorëve është bërë ai raporti. Ai u lexon. Në qoftë se ti si je dakord, gjithë pyetjet të rasin drejtorët këtu të kërkojnë llogari. Çe ka vënyer. Kemi kohë deri më. E po tani çfarë them unë tani? Po s'ke kohë ti tani çfarë? Ju më e përpurtjes. Tani nuk pyetjet, po nuk që tani se po zgjatet një kohë dhe po volojmë kohë tani. Në qatë njerëzit që vi kohë të dhe për... Ai zapa nuk e shumë. Ai tjetër shpa. Kalojmë te volatil. Tani vjen se kemi dhënë mbaroja pikë. Kalojmë te pika tjetër e rendimit te kërkesat, ankesat qytetarëve. Kemi disa kërkesa ankesa, ti lexojmë to dhe mos zgjatem kohë tani me kërkesë, Këshillit Bashkisë të Belen. Të nderuar këshilltar Bashkisë të Belen, ne familjarët e dëshmorit Adeu Dule Dalani. Kjo është një kërkesë që bëhet nga familjarët e Dule Dalani, që është dëshmori Adeut, që edhe për këtë edhe mua më kanë kapur edhe latifin e gjithë, për t'i bërë një bust. Tani, në bazë të rregullores dhe në bazë të asaj që kemi kaluar këtu që busten do të bëjmë vetëm ata që kanë titullin o eroj populli deri kombi. Një e dyta, kërkesa në familjarë dhe unë duhet ta bëj gjyshim ti. Jam unë. Po kam papën. Tani të që jemi ku neve do të bëjmë ndaj bust. Po, ta mbarojmë në mendimin tani. Jo mua. Dëshmorët, një sekund, dëshmorët Adeu, shteti i ka nderuar me vareza të veçanta, vareza të dëshmorëve. Ku është bërë dhe i lapidar që përfaqëson këta dëshmorë të kombit. Dhe neve nuk kemi të drejtë të shkelë, se nëse ne do hapim rrugën për një dëshmor të hapim me bust, atëre sa dëshmor janë gjithë? 28.000 i gje vënd e ti ku do t'i bësh. Se ti nuk i ndalon dot o vlla. Nuk i ndalon dot që të gjithë ata që kanë dëshmore të një e dyta, nuk ka kërkesa në familjarë o vlla. Kërkesa do vinë ona shoqata. Po në të rastin Dale të mbarojnë tani, mbarojnë pasaj mos na i bërë kryq se shoqata në shqeqet e kaluar e të reformi nga jemi kjo bashkisë, të lutem shumë. Tani në që janë shkallojmë kërkesat e shoqatës veteranëve të Loksit. Edhe nuk duhet të themi që s'ka titull. Dule Dalani ishte krah për krah me Selam Musanës. Dhe Selam Musaj është eroj populli. Dule Dalani qash. Ore zotri, është eroj populli, do ta bëjmë ne. Bërje pasardja. Ja tani. E para e dyta, nuk kam asnjë gjë për kundra se jam i konsultante dhe duhet që figura e Dule Dalani të bëjë në vend. Sepse ka shumë të pasur figurë. Ka qenë krah për krah po themi se Selam Musajin dhe daj gjetën atje. Ore dëshmori i Adeu. Dëgjoj tani, e dyta. Do bëhet investimi nga familjarët, nuk ka lidhje ore. Asë një timdar nga bashkia. Bashkia dhe ne nuk ka lidhje ore, dëgjoj mua. Mjaftoni të lutem shumë tani. Tani, nuk do ta shkallojmë kërkesën që bëri shoqata muajin e kaluar. Më dëgjoj një sekond. Ore më dëgjoj tani ore. Po lutem shumë tani ti mund të duash ke një votë votojnë punkti. Kemi me votan. Daj këshill, është kolegjar, bedose bevot. Kemi me kriterja zoti kryetari me vot. Dëgjoj mua, e pare. Po zgjatojnë të drejta tona, si kështu të mua. Nuk ka me vot. Ka me kriterje. Një sekund pa ore. Ore u them kur vjen në këshill votoj. Këshill jo s'ka. Po erdhi këshill me kriterje. Më dëgjoni një sekund. Tani ju keni që vetë prezent. Unë dua dhe këtë report, është e ligjëruar atje që duhet ketë titull në eroj. Dua ta lexoj.
Gjeje në flore. Ma thoni ju, unë jam një këshilltari Jo, sa them, unë hapë me tani, ty herë të hapë në këshill, e njëjta kërkesë, Po mja Toni, po jam tare këshilli, po si rregulla pyet moj zonjë. Kërkesa nuk vjen në këshill. Nuk vjen në këshill kërkesa. Vetëm bashki, ne s'kemi punë me kërkesa. Po ka ardhur. Nuk ja delegojmë bashkisë. Ja delegojmë bashkisë. Po, ja kemi deleguar bashkisë. Të lutem zoti kryetar, ai kërkon ti dokumentat që nisë në bashki të kthehen? Pse nuk i ka kërkuar? I kemi kërkuar. Atëherë çfarë përgjigje ka dhënë bashkia? Kemi bërë material gati. Ska bërë material gati. Po mja Toni, të lutem shumë nuk e kemi tani kur t'i japim mavin fol. Po mos skep se flet tani. Do më dëgjosh mua, kërkesa i delegohet bashkisë. Megjithatë po them edhe një herë. Ka një komision bashki. Ka dhe komision në këshill. Ku këshilli do hap rregullore do ta lexojmë. Ne këtu e kemi diskutuar, kemi thënë në këshill. Nuk do të kaloj asnjë përbuz pa pasur titullin heroj popullit deri komi. Se ndryshe, nëse do hapim rrugë, hajde të bëjmë njerëzve tanë e vesajmi 15 antar këshilli, u bëjmë na i bus tëre. Ja unë familjarja, hajde tu të kërkoj dhe unë të bëj një bus. Tani kjo nuk bet me të kërkuar familjarë. Kaloja bashkisë, kërkesa që ka ardhur. Ose heroj popull, ose bën do të heroj popull, bëj heroj popull babanditi. Ka mundësi të vazhdoj me kërkesa duke shpëtuar 10 të tjerë. Ka mundësi të vazhdoj me kërkesa? Jo, vetëm e shpëtoj 15 të tjerë. Po shkiti po më me. Po, doktor. Po jo më ska, nuk është problem për hedhur votin edhe një herë. Pa para gjykuar. Po hedh votun nuk merr. Jo, nuk kuptimin e mirë. Ka komision pa para gjykuar asnjë rast tash. Kupton? Tash i dëshmor ky zoti. Në vlerësim ka shumë. Është vlerësim, është vlerësim, ka marrë vlerësimin. Po tash në kjo se ero populli se bëj dot. Mbase duhet të bëj. Le ta bëjnë nga po ne se bëjmë dot, e bëjmë kërkesë presidentit të Republikës. Tash ka disa kritere, të cilat duhet ka mundësi se duhet të zgjasë mund me këto gjëra. Ja, kërkesa. Në bashki ai ka vlerësuar po ti ka gabi për të çekë. Problem, po s'është pas së kalojmë te kërkesa e dytë. Tjetër apo o zotri. Po ne tani u mbylla e sa do të merrem me tërkon. I kam sqaruar dhe ata të kërkesa tjetër, doktor. Ne krenojmë si doktor. Po ti, mja thoni, veç që krenojsh ti, e di sa të shmor ta vdeu ka lopsi? Kam gjyshin e kam... E di sa janë, atere mos folj, krenojt lopsi, krenojt dhe qip lopsi. Krenojt me dhe qip të shmor të vdeu lopsi, jo me një. O, doktor, tani vazhdoj me kërkesa tjetër. Kërkesa tjetër është Mysybe Malo. Mysybe Malo ka bërë një kërkesë. Unë e nënshkruara Mysybe Malo. Kujtja ka bërë kërkesën? Këshilli apo bashkisë, po thënë? To që lexojmë ne janë në këshilli. Okej, se na vjen edhe to që lexojmë ne janë në këshilli. Unë e nënshkruara Mysybe Malo, kërkoj ndihmë nga Bashkia e Vetenj dhe Këshilli Bashkiak, sepse është dëmtuar shtëpia, është shkatruar komplet. Dhe s'di ku kam si për do të kërkon një ndihmë për punë e shtëpisë e i shkatruar. Se fjalë për fjalë nuk e lexojmë. Mirë, këtë kërkesë atë dërgojmë bashkisht për ta parë, domethënë mundësinë e ndihmës. Vazhdojmë te kërkesa tjetër. Unë e nënshkruar i Ëngël Dalani, banor qytetit e Pelenës, kërkoj nga Bashkia e Pelenës dhe Këshilli Bashkiak ndihmë për rekonstruksionin e shtëpisë, sepse është në kushte të vështira të pamanueshme. Edhe këtë kërkesë ja dërgojmë bashkisë.
Kërkesa tjetër. Po mjaftoni, por tani nuk tani do të flas unë tyra tani. Jo do të bëjmë të punë tani pastaj diskutojmë jashtë. Kërkesa tjetër, unë e shkruara zonja Rushdia Lini, banuse i qytetit e Pelenës me profesion peshtermist, banuse në lagjen Gurës, kërkoj nga Bashkia e Pelen ndihmë financiare për riparimin e çartisë banesës, pasi ka shumë lagështirë banesa dhe se si pensionist nuk kemi mundësi ekonomike për ta riparuar. Presoj që kërkesa ime të merret parasysh. Me respekt Gjelila Liti, Rushde Alifi. Edhe të kërkesën e... Primoreu janë deleguar... Mos shkarkoni më kërkesat e bashkisë Këshillit Bashkiak. Jo, edhe Këshillit. Jo, thot vetëm bashkisë e menduar. Nuk tha Këshilli Bashkiak. O, ti Matilda, ka mundësi mos flasë që të deshe? Ore, nga marrë këto, kërkesë më ta një, ose marrë vetë. Po jeni lajë o mëllë. Tani, po nuk do t'i lezojmë, nuk i lezojmë ati. Kërkesa tjetër, kërkues dhe shqep Hatër, i biri Matos, i datine i stenje i pari Kështenje, lindu në me malje dhe barose. Objekti të kërkesë kërkojmë tim për riparimin e dëmeve që na ja shkaktuar nga shkaqe natyrore nuk në hyrëse për banesë. Ka shkuar në bazë ligjore, drejtuar bashkisë dhe për dijenik Këshillit Bashkiak. Edhe të kërkesë janë dhe për bashkisë. Krytar, në kjo pikë me që nga kanë kapu dhe le. Jo nuk është gjere, se kjo vati 3 vjetë. është tani, është trajtuar një për ja deleguan bashkisë edhe këtë kërkesë. Neve kur të vi që bashkia ore kërkesat që na keni kaluar një forë dëgjoni një sekondë tani. Kërkesat që vinë i drejtojnë Këshillit, ne i lexojmë, dhe ja drejtojmë bashkisë. Tani, në momentin që bashkia i trajton këto dhe ka, do me thënë, akordon ndihmën, vinë prapë në këtu në Këshill, që ne i votojmë, po ose jo, që tu i thjesht i lexojmë për atë kërkesë që ka për qytetari. Dhe pastaj vjen prapë nëse do kërkesë tjetër. Drejtua Këshilli Bashkiak e Pelenës, të nderuar ta Këshilli Bashkiak. Ne si shoqat e pronarëve të kullotave private, të Institutit Administrative Kurvendesh, kërkojmë nga ana juaj të nderuar këshilltar të rishikoni dhe njëherë taksën kullosore që keni vënë për kullotën private. Taksa është 2500 lekë të vjetra. Ngarkesa kullosore për hektar është 3 dhënë ose 3 dele dhe tarifa që ne shesim është 3 dele deri 2000 lekë për kohë, baras me 6000 lekë për hektar. Nga këto 6000 lekë për hektar, 2500 lekë i pagojmë tokës. Pra, gjysmën e marrin tatime. Ne si shoqat kërkojmë që ta shqyrtoni me përgjegjësi kërkesën tonë, do të ishim dakord që tarifa të ishte 500 lekë të vjetra për hektar. Kemi gjendje se kërkesa jonë nuk merret parasysh. Shembull të Kozari tani, tu janë edhe 8 firma në ajo zonë. Dëgjoj mua tani, megjithatë, kjo kërkesë i delegohet bashkisë me që një sekondë, me që do edhe buxheti i ri mund të
diskutojnë edhe këto tarifat që kemi bërë. Ta shikojnë, po qofse është ka hapësirë. Qofse është e mundur për të ullur pak kjo. Po më falë, jo vetë se vetë aty. Ullje për të gjithë bashkina jo më Mirë, ja delegojnë bashkisë. Vazhdojmë më poshtë. Të mbarojmë se kemi në puna tjera. Se se këto përgjena i miku. Lati të mbarojmë se kemi në puna tjera. Presuno la se presuno se. Marrone. Io mua. Se ka problem fare, doni s'doni muhabet, ja dhe i muhabet e bonë, tu vazhdoni dhe ju e muhabet. Unë baroni juve të thoni, jo vazhdoni juve se unë bona. Ore po si të vegjë, të vegjë di një tani të flasë në 2 sekundë. Vazhdojmë me kërkesën tjetër. Ja, duhet telefon. Bebi. Atëre kërkesa tjetër është Astrid Halidi. Astrid Halidi ka bërë kërkesë për ndihmë financiare. Drejtori i Këshillit Bashkiak të Belem, për ndihmë kryetari i Bashkisë të Belem, njësia administrative e qendrës të Belem. Unë i shkruaj Astrid Halidi, ju drejtoj me respekt për të kërkuar ndihmë financiare, pasi bashkëpunëtja ime ndodhet në gjendje të rëndë qytetësore dhe trajtimi saj kërkon shpenzime me të armat e mia të kufizuara. Ju lutem të merrni në konsiderat të kërkesë dhe të më ndihmoni me mbështetje financiare sipas mundësive të bashkisë. Me respekt, Astrid Halidi. Ka vënë këtu një epikriz që na mjeku që ka marrë atje. Dhe jashtë edhe këtë kërkesë ja delegoj bashkisë që të verifikoj dhe të merret me këtë. Tani kemi një kërkesë na Shoqëria Vodafone Albania Shah ka bërë kërkesë për marrje sipërfaqe në përdorim të fondit kryor kullosor për vendosje antenash. I drejtohet të Këshillit Bashkiak të Belem me një kërkesë për marrje sipërfaqe në përdorim të fondit kryor kullosor. Tani Ku çfarë? O zotëri. Tani ai ja ka drejtuar Këshillit Bashkiak e Belem për të dyja. Tani ne vërtet nuk e japim me emër ti, me emra, do të thënë që të pullota marrë lati, por bashkia këtu për shumë ndjenjë sipërfaqe për të kërkojmë pra çfarë bashkisë. Tani kjo kërkesa e për të vënë antena, ne do ta kërkojmë bashkisë ta vlerësoj dhe bashkë me komunën me atë. Tani kjo për të birën e komunitetit atje se atje ka zona që ka telefoni, Ka probleme kompania. Tani jo vetëm kompania, por dhe qytetarë, dhe juve që su ka telefoni. Kështu që kjo është në të mirë të komunitetit. Nuk kemi kundërshtim. Ja delegojmë edhe këtë kërkesë bashkisë, ta vlerësoj dhe ta verifikoj dhe të vendos për këto. Po. Me këtë kërkesë e mbarojmë dhe mbledhjen në Këshill Bashkiak për muajin e botë. Ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë. Do se kemi jetojnë në zotë. Për këtë mbledhje për në zotë. Flasim